Pas daljes nga Big Brother, disa momente vazhdojnë të komentohen gjallë. Një rast I tillë lidhet me Selinën dhe Juelën. Një moment viral ishte kur u dëgjua kënga Burri I martuar unë dashurova, e interpretuar si ironi ndaj dinamikave të shtëpisë. Teksti I kësaj kënde u kthye në një lloj kunje që mbeti gjatë në bisedat e fansave në rrjetet sociale. Edhe sot, në ambiente publike, fansat I këndojnë Selinës këtë këngë, duke rikujtuar periudhën e saj me Big Brother. Juela dhe Selina mbeten pjesë e historive më të përfolura të sezonit, që fansat I konsiderojnë tashmë legjendare. Kjo tregon se si një moment I vogël spontan mund të kthehet në një simbol identifikues që mbetet gjatë në memorie. Përtej humorit, banorët përjetojnë emocione të forta në vëzhgimin e vazhdueshëm të kamerave 24 orë në ditë. Ndikimi I këtyre momenteve televizive në kujtesën kolektive është I madh, duke krijuar lidhje të forta me publikun. Një histori që nisi në shtëpi dhe vazhdon në rrjet. Big Brother nuk mbaron asnjëherë plotësisht për fansat. Artisti Besart Kelmendi, I njohur si Gjesti, ka dhënë dëshminë e tij në gjykatë lidhur me incidentin në studion Honima. Ai deklaroi se veprimet I kreu në gjendje afekti dhe ankthi, duke u kërkuar falje gjykatës dhe palës së dëmtuar. Sipas dëshmitarëve, ai hyri në objekt duke kërcënuar stafin dhe dëmtuar pajisjet, përfshirë fyrjen e një kompjuteri. Gjatë arrestimit u sekuestrua një armë me 14 fishek. Gjesti dyshohet për kanosje, dëmtim pasurie dhe armëmbajtje pa leje. Shkaku I këtij reagimi të vëllënshëm dyshohet të jetë një mosmarrëveshje rreth një borxhi paraprak me pronarin e kompanisë. Pavarësisht mbrojtjes, gjykata e Prishtinës vendosi masën e paraburgimit për një muaj, deri më 9 prill 2026. Ky mbetet një nga rastet më të diskutuara në showbiz. Do t'ju mbajnë të informuar për çdo zhvillim të radhës.